dhe me ne i ftuar pikërisht në studio, pasi do kemi dhe të tjerë të ftuar në lidhje Viber. Kemi Hoxh Labinot Maliqin, mirë se erdhe dhe me fat Kurban Bajrami. Mirë se u gjej, me fat dhe ju dhe gjithë shikuesve të emisionit juaj. Unë e di, kemi folur dhe di që të kemi shqetësuar nëse mund ta përdor këtë fjalë, sepse ato zakone, traditat, festat edhe duhet kemi marrë pak nga familja, po besoj se na ke falur, Patjetër, shumë respekt për ju, emisionin dhe televizionin STN. Natyrisht, siç themi, duhet lëm diçka mangu për bërë mirë. Besoj edhe njerëzit që na ndjekin në audiencën jonë, sidomos sot, besoj që shumë e madhe ata që festojnë kudo që janë besimtarët muslimanë janë të interesuar. Ndoshta do të ndihmojnë pak me ca pyetjet e mia. Natyrisht në këtë bisedë. Por si një hoxh për shembull ditën e Kurban Bajramit ma trego pak. Po, si hoxha ashtu dhe besimtarët musliman, natyrisht sikur çdo ditë tjetër e nisim fillimisht me faljen e namazit sabahut. Ju ishit sot në orën 5:40 kur ishte apo namazi i sabahut falet më herët në 4:25. Pastaj në 5:40 ashtu është fal namazi i Bajramit, të Kurbanit. Dhe kështu pra fillimisht e nis kjo ditë e bekuar e dalluar dhe e lehtësuar nga vetë Zoti i Madhëruar, kjo ditë festive është e nisur me fal namazit sabahut, pastaj e falëm namazin e Bajramit të Kurbanit, shpërndam dhurata për fëmijët, dhuratat e Bajramit ishin mbi afër 200 fëmijë në xhamin tonë, ku patëm kënaqësinë tu shpërndam gjërat. Dhurata si mbledhni, kush i dërgon, janë ata që kanë edhe japin për fëmijët në nevojë. Kjo është xhamia e ka organizuar, xhamia jonë, është si më thon aktivitet i xhamisë sonë. Tashma aktivitet tradicional, edhe vetë fëmijët janë mësuar se xhamia jonë, po edhe xhami tjera, jo vetëm e jona, edhe për Fitr Bajram edhe për Kurban Bajram, pas faljes së namazit Bajramit, pasi t'i urojmë njëri tjetrin Bajramin, pastaj bëjmë edhe shpërndarjen e dhuratave të Bajramit për fëmijët që janë prezent, por edhe është shumë kënaqësi kur disa fëmijë thonë hoxh, a më bën edhe një dhuratë për motrën e kam shtëpi, a bën një dhuratë për vllaun e kam shtëpi. E ju keni ndonjë ekstra? Natyrisht. Po kjo na pëlqen shumë e lidhja e tyre. Mendojnë edhe për të tjerët. Absolutisht. Kështu që është shumë një ndjenjë e mirë kur arrin të nxjerrësh. A kështu ka qenë edhe kur ke qenë ti fëmijë? Ma trego pak. Jo në këtë nivel. Jo këtë nivel. Ne jemi gëzuar edhe me ma pak gjëra. Pse thua jo në këtë nivel? Është moderuar paksa thashën traditat e Kurban Bajramit janë bë pak më moderne apo si kanë qenë? Apo kushtet kanë qenë ndryshe? Tani fëmijëve japim një dhuratë një paku të madhe me shumë gjëra brenda. Po edhe ne në kohën tonë nuk kemi pasur dhurata, por jo në këtë nivel dhe jo me këto atraktivitete si që bëhen sot. Natyrisht Kishe nga ta fëmijë që shkoje derë më derë kështu për të kërkuar, sot kemi nisur me një video, disa fëmijë nga Strelci Deçanit që kishin shkuar derë më derë për të uruar edhe për të marrë dhurata më pas. Jo, nuk e kemi bo, na këtu në Prishtinë nuk e kemi pas këtë traditë, po kryesisht ka qenë traditë se cilit mysafir që ka ardhur për të na vizitu, na ka gëzuar qoftë me ndonjë ëmbëlsirë, qoftë me para, apo kur kemi shku dikun tek familjar për të bërë Bajram. Dhe kjo natyrisht është një traditë shumë e mirë që duhet vazhdoj, të rinjt fëmijët tanë duhet të gëzohen dhe motivohen në forma të ndryshme të tilla që janë të shëndetshme, ky motivim. Mirë, ndërsa regjia do të më tregoj kur ta kemi në lidhje të drejtë për drejtë nga Presheva, duam të dim edhe atje kemi në këtë moment është Hoxh Leutrim Maslani nga Prishtina me fat Kurban Bajramin. Nga Presheva. Pikërisht nga Presheva, natyrisht nga Presheva është Hoxha, po nga Prishtina po e urojmë. Më dëgjon, besoj? Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë për kohën, po ty të kemi mërzitur sot në këtë intervistë, apo të kemi ndërprer në një aktivitet kështu festiv? Në emrin tim personal ju uroj festën e Kurban Bajramit, duke ju uruar më të mirën të mundshme juve, familjeve tuaja dhe gjithë kombit shqiptar dhe gjithë besimtarëve anë kënd botës që të festojnë me gëzim, me harem, me dinjitet, dhe natyrisht i marrin edhe mesazhet e duhura nga Kurban Bajrami. Shfrytëzoj rastin ta përshëndes edhe kolegun
efendiun që e keni aty afër. Faleminderit gjithashtu dhe ne ju Faleminderit urojmë. të shumë. Unë po flisa në fakt me Hoxh Labinot Maliqin që kam në studio në lidhje me këto tradita, zakone si kanë qenë përpara, tashmë çfarë keni bërë sot ju vetë? Keni nisur ditën e Kurban Bayramit, si e keni nisur nëse mund ta dim? Po natyrisht si që është tradita profetike edhe suneti pejgamberit ton, profetit ton të dashur alayhis salam, besimtarët qysh më herët fillojnë të përgatiten në aspektin shpirtëror, në aspektin psikologjik, emocional dhe financiar për këtë ditë madhështore dhe si zakonisht dita fillon me faljen e namazit të sabahut, respektivisht në xhami, pastaj shkon edhe falja e Bajramit. Edhe unë këtu si imam i kam pri xhamatit dhe kisha nderin dhe privilegjin edhe kësaj here ta mbaja hutbën apo ajo që quhet fjalimi zyrtar i imamit, ku imami drejtohet me këshilla, me mesazhe islame pozitive xhamatit apo popullatës që vinë me fal Bajramin në një xhami të caktuar dhe kështu pastaj me vizita të ndërsjellta, me shpërndarjen e mishit kurbanit, me urime të ndryshme kështu me radhë. Sepse tani vetëm sa kemi hyrë në fest dhe akoma dita është e gjatë dhe kemi për të bërë shumë aktivitete të bukura. Më thuaj kujt ja shkrove urimin e parë ose kë urove në fillim fare? Si janë atje në këto zakonet në Preshev? Urimin e parë natyrisht se e kam bërë me familje. Urimin e parë publik e kam bërë me xhamatin tim, me xhamatin e xhamisë që janë të mrekullueshëm dhe aty kishim rastin pas faljes Bajramit me qindra xhamatllin të shtrëngojmë duart sepse tek e fundit ne jemi një komunitet i vogël dhe gjithë secili njihemi mes veti këtu në Preshev dhe shumicën e aktiviteteve tona koordinohemi, veprojmë së bashku dhe domethënë përveç familjes ishte xhamati i xhamisë së vjetër Reovic që zakonisht kjo është si traditë dhe vinë te hoxha dhe ato urimet reciproke fillojnë të jipen natyrisht të shoqëruara me lutje, Zoti ju shpërbleft, Zoti ka bull namazin, Zoti u pranon lutjet, Zoti u pranon sakrificat apo kurbanët e kështu me radhë. Më thuaj paksa tradita, zakonet, por një festë të tillë janë më interesante, kanë mbetur ashtu si duhet të jenë në Preshev apo i kemi këtu në Prishtinë? A mund ta bësh në një krahasim nëse të krahasisur ndonjëherë natyrisht të jesh për ta festuar Kurban Bayramin edhe për të dhënë një mesazh edhe në Prishtinë? Unë jam kuadër i Prishtinës, se edhe shkollën e mesme kam kryer në Gjilan edhe fakultetin në Prishtinë, jam kuadër i Kosovës, po nuk më ka rastis me festu një Bajram në Prishtinë, po mendoj se paraforësisht janë ato traditat e njëjta, pothuajse, dhe kryesisht këto tradita të mira, këto tradita që japin mesazhe shumë të fuqishme, pozitive në dobi të njeriut, në dobi të familjeve tona, në dobi të shoqërisë tonë, mendoj se nuk duhet të ruhen vetëm për Bajram, siç është për shembull vizita, ku fatkeqësisht vizita tek ne shqiptarët është spe pothuajse në nivelin më të ulët ka ardhur dhe ndoshta nganjëherë them vetë me vete, po të mos ishte edhe Bajrami edhe Ramazani që na tubon të gjithëve, kur do të takohemi neve kështu, e kam fjalën një numër pak më të madh. Po, kam një pyetje, duke qenë që ti jeton në Preshev, i dim problemet e shqiptarëve atje. Kur është puna e festës, më thuaj paksa, a merrni urim ju për shembull, si komunitet, nga përfaqësitë e tjera fetare, për shembull nga ortodoksët, duke qenë që fatkeqësisht jetonin atë pjesën atje. A keni urim, si është kjo harmonia ndërfetare atje? A është si në Kosovë dhe si në Shqipëri, apo... Shiko, problemi i qytetarëve të Preshevës nuk është problem fetar, është problem nacional, është problem kombëtar, kisha me thënë kështu. Megjithatë, këtu në Preshev unë nuk di që ka ndonjë bashkëpunim me kishën serbe që e kemi këtu në qytet apo edhe në fshatra përreth që kanë disa degë, kurse në nivelet qendror, për shembull në Beograd apo në Novi Pazar, në Sanxhak, në bazë të informacioneve dhe asaj që kam pa në rrjetet sociale, ekziston një bashkëpunim për shembull mes
mes krerëve fetar, ta quaj kështu, apo mes institucioneve fetare ku shkojnë, ja urojnë Bajramin, ja urojnë Pashkët e kështu me radhë, po e vërtet është se neve si besimtar musliman që jemi në këto troje autoktone shqiptare, asnjëherë dhe në asnjë rrethan nuk kemi nxit urrejtje fetare ndaj asnjë lloj feje, sepse kjo, nëse do ta bënim një gjë të tillë, kjo bën ndesh me kulturën tonë, me traditën tonë fetare, me traditën tonë sipas Kuranit dhe Sunetit pejgamberit alislam. Për arsye se jo vetëm Bajrami, po edhe në përgjithësi feja jon na mëson neve drejt, na shtyn neve drejt qytetërimit, kulturës, edukimit, humanizmit, dhe në Islam diverziteti është pasuri, respektimi i tjetrit, pavarësisht se çfarë gjuhë flet, në çka beson, është katolik, është ortodoks, apo është agnostik, apo është ateist, apo komunist, ku e di unë. Kjo fe madhështore me këto vlera na mëson neve ta respektojmë mendimin e të tjerëve. Okej, unë të falenderoj shumë për këtë lidhje. Natyrisht urojmë edhe një herë festën gëzuar dhe me fat Kurban Bajramin nga Prishtina jon. Në emrin e të gjithë atyre që na ndjekin, se do kemi më pas një lidhje, do shkojmë edhe në Tiranë për të parë se si festohet atje. Të falenderoj, ishi drejt për drejti nga Presheva, Hoxhë Leutrim Maslani. Rikthehemi me Hoxhë Labinot Maliqi. Kam një pyetje kështu, më thuaj, po deshe edhe nuk ja vlen si pyetje. Nëse nuk të them unë Hoxhë, të them Labinot, nuk ofendohet një Hoxhë. Okej, mirë. Pak më parë pyeta edhe Hoxhë Leutrimin nga Presheva në lidhje me këtë harmoninë ndërfetare. A vërtet du të mburimi në shqiptarët në Kosovë që kjo harmonia ndërfetare është kaq e mirë sa që edhe të huajt na kanë zili kur bëhet fjalë për festat tona? Natyrisht, bashkëtesa ndërfetare në Kosovë nuk është një vlerë që qëndron pezun mbi tavolinë, po është një vlerë që e kemi në vetveten tonë se cili prej nesh. Po mbi gjitha kemi trashëguar edhe nga brezat e hershëm. Vlerë kjo që natyrisht duhet të ushqehet, duhet mirëmbahet, duhet kultivohet, dhe mendoj që kontribues më të mëdhej të kësaj bashkëtese ndërfetare janë komuniteti më i madh, që në këtë rast është komuniteti musliman dhe është kontribuesi më i madh i kësaj bashkëtese, por natyrisht edhe komunitetet tjera jo shumicë kanë kontributin e tyre, me të cilët kemi bashkëpunime, me të cilët kemi raporte të shëndosha, raporte. Për shembull, ti ke qenë ndonjëherë në Vatikan? Jo, Vatikan nuk kam qenë. Në kishën këtu në Tereza? Po, kam qenë. Edhe lejohet, nuk është se... Po, absolutisht. Edhe respektohet ndërsjellta. Edhe preftrinet kanë qenë, na kanë vizituar në xhamin tonë, kanë marrë pjesë në aktivitetet tona. Siç edhe ju keni marrë pjesë? Natyrisht, po. Në xhamin tonë kemi pas... Por shumë sot ke marrë një urim nga ndonjë shok mik, natyrisht dashamirës, që i përket besimit katolik, nëse marrim këtë shembull? Me të thënë drejtën, ende s'kam mujt me po se ka tani me së do të marrë shumë që na ndjekin. Ka 10 mesazhe që na kanë ardhur, po zakonisht në për festat tona marrim urime nga gjithë përfaqësues të Bashkisë Fetare në Kosovë. Duke përfshirë edhe prej krerëve të Bashkisë Katolike, Protestante, Ortodokse, etc. Nëse thjesht edhe pak më parë po flisnim, rikthehemi kohës më herët, vazhdo të festa në vendin tonë të mbahet si duhet kur bie puna edhe te Fitër Bajrami edhe te Kurban Bajrami? Apo kemi larguar ca zakone që janë të mira, janë shkruara, i don Zoti? Natyrisht, festa e Bajramit, edhe Fitër Bajramit, edhe Kurban Bajramit është një festë që është mishëruar edhe me traditën edhe kulturën tonë. Kështu që nuk është më vetëm një festë fetare, është edhe një festë tradicionale e shqiptarëve. Kështu që e shoh se edhe kjo urimi i kësaj feste, si më thonë, ndjehet edhe tek familjet që janë jo muslimane. Prandaj natyrisht qytetarët e manifestojnë në forma të ndryshme sipas mundësive të tyre, por ajo çka duhet dihet, kjo ditë është më shumë se festë, është ditë që dëshmon besimin tonë, dëshmon bindjen tonë. Është ditë që dëshmohet se afërsia me Zotin nuk arrihet vetëm me fjalë, por arrihet me bindje, arrihet me sakrificë, arrihet me sinqeritet, arrihet me vepra të mira e kështu me radhë. Prandaj është ditë mbi gjitha ditë e dëshmisë tonë dhe bindjes
se Zoti i madhruar është më i madh në zemrat tona dhe në jetën tonë më i madh se gjithçka tjetër. Ta presësh Kurban Bajramin në Tiranë, ka ndodhur? Deri tani jo, Do shkojmë tani nëse e kemi drejt për drejti, Hoxh Eliton Karaj në Viber është nga Tirana. E shohim në Tiranë, në fakt gjithmonë komentohet, gjithmonë ku ka festa fetare, komentohet ai sheshi plot e për plot Skënderbej. Nuk e di se si ishte sot, unë të përshëndes këtu nga Prishtina dhe me fat Kurban Bajramin. Faleminderit edhe për kohën. Faleminderit të gëzuar nga mos Kurban Bajramin. Si nisi sot dita për ty e kësaj feste? Edhe njëri lutem? Si nisi dita e festës për ty sot, nëse mund ta dim? Po si çdo Kurban Bajrami me temi përgatitje nga dita e djeshme për këtë ditë të madhe sot, siç e cilësuat ju, falja bëhet në sheshe dhe Komuniteti Musliman i Shqipërisë angazhohet për organizimin e kësaj dite. Nisi këndshëm me familjet tona që nxituan për në sheshin, jo në sheshin Skënderbej të herë ishim në bulevardin Dëshmorët e Kombit, dhe ishte plot e për plot një ambient feste, gëzimi, një paqe mbizotëronte gjithandej pavarësisht numrit shumë të lartë të besimtarëve. U falëm të gjithë së bashku, u lutëm të gjithë së bashku, u dham këshillat tona njëri tjetrit, i dham urimet njëri tjetrit, dhe kështu besoj që shpërndam për familjet tona. Që një ditë shumë e bukur. Në Prishtinë ke nisur ndonjëherë të ke festuar Kurban Bajramin, më thuaj? Jo, në Prishtinë jo, asnjëherë. Në Prishtinë shumë pak kam ardhur, mund të them. Por ne zakonisht gjatë ditëve të Bajramit nga që jemi edhe të angazhuar këtu në vend, në terren, nuk para kemi lëvizur në qytete të tjera. Po, pse jo një ditë inshallah të shpresojmë. Do t'ju ndrojmë një ditë edhe me Hoxhën që kemi në studio, natyrisht me Hoxh Lebinot Maliqin. Ai në Tiranë dhe ju në Prishtinë. Mirë do t'ishte. Më thuaj pak sa e kanë ndryshuar traditat, zakonet, shqiptarët atje, natyrisht besimtarët musliman, festojnë si dikur, është zbehur apo i mbledh familje shqiptare kjo fest edhe në Tiranë, në çdo qytet, natyrisht në Shqipëri? Të them të drejtën, këtu në Shqipëri, jo vetëm në Tiranë, Tirana mbas është kthyer në një qytet simbol në këtë aspekt, për mënyrën se si falet namazi i Bajramit dhe mesazhet që përcillen nga ky shesh. Me kalimin e kohës është kthyer në një model edhe për qytetet e tjera. Në çdo qytet xhamit janë, është e pamundur që ti përmbledhin të gjithë besimtarët, jo. Por edhe kur janë të shpërndarë në xhami të ndryshme, formohen zona pellgje të mëdha me njerëz edhe në shumicën e rasteve xhamit mund ta kenë më të vështirë që t'i japin shërbimin e duhur besimtarëve që vinë për të falur namazin. Prandaj edhe qytetet e tjera kemi parë që është përzgjedhur sheshi, një ambient i hapur, në të cilën vinë pa asnjë pengesë, pa asnjë pikë pyetje që si do të jetë ambienti atje brenda, pra kur ka ambiente të mbyllura mund të jetë edhe kjo. Prandaj ne kemi vënë re që çdo vit numri i besimtarëve që vinë për të falur në ditën e Bajramit sa vjen edhe po shtohet. Është edhe praktike sepse mund të vish me fëmijën tënd, ambienti është i hapur, mund të gjesh një vend ku të qëndrosh. Dhe prandaj e themi në mënyrë të sigurt të çështjes që sapo vjen numri shtohet dhe neve na gëzon fakti që njerëzit gjejnë qetësinë edhe ambientin e përshtatshëm për të ardhur dhe për të bërë pjesë e festës. Nuk është çështje shifrash, nuk është çështje sa shumë veta që jemi. Dihet feja nga ky aspekt merret më tepër me rritjen cilësore, shpirtërore të njeriut, të besimtarit, të muslimanit, por neve na bën vërtet nder fakti që njerëzit vinë dhe gjejnë një ambient të ngrohtë në të cilin ata mundet që të bëhen pjesë e lutjeve, mundet që të bëhen pjesë e falje, por mundet që të bëhen edhe pjesë e gëzimit dhe pjesë e festës. Prandaj, vit pas viti, për arsye kohe, po kur të vish në Prishtinë do të kemi më shumë minuta në dispozicion, do të kemi në studio, okay? Më premto herën tjetër. Për arsye kohe, duke qenë që programi është dinamik, unë të përshëndes nga Prishtina edhe një herë, faleminderit shumë.
Faleminderit shumë për ftesën. Ju përshëndesim. Zor Bajrami. Hoxhë Eliton Kara ishte në lidhje Viber nga Tirana. Rikthehemi në festën e Kurban Bayramit në Prishtinë. Hoxhë Labinot Maliqin e kemi edhe pak minuta. Disha duke pyetur, duke folur edhe më tregonte një nënë një mikeshe sime që dikur Kurban Bajrami, kur pritej domethënë, ishte një pjesë për veten dhe 7 pjesë për të tjerët. Ka ndryshuar kjo? Është zvogluar pjesa për të tjerët si ka shkuar? A është e saktë kjo 1 për ty dhe 7 për të tjerët në nevojë? Po nëse e prej një dash apo një dele, është probleme ndonë në 8 pjesë këto. Pa ajo çka rekomandohet. Me thënë drejtën, Hoxh, duhet me blet një pjesë, ideja kishte kushtu shumë shtrejt ishte dhe dashi këtë vit, janë rritë çmimet. Po ajo çka rekomandohet, domethënë me therrjen e kurbanit, ajo çka duhet dihet fillimisht Zoti na i nxit besimtarët, dhe thotë andaj fal namaz për Zotin tënd dhe therr kurban. Dhe pastaj në një ajet tjetër Zoti në Kur'an e përmend se tek Zoti nuk ngritet as mishi as gjaku, por ngritet devotshmëria juaj, njeti juaj, sinqeriteti juaj. Fetarisht ne jemi të rekomanduar që mishin e kurbanit që e therr kryefamiljari për familjen e tij, për Zotin e madhëruar, rekomandohet që një pjesë ta ndalë për vete, një pjesë për të afërmit familjen, nuk është patjetër ajo ata të afërm dhe familja të jenë të varfër, mund të jenë edhe të pasur, por vetëm se janë pjesë e gjakut të në lidhjes tonë farefisnore, është mirë ta ndash me ta, dhe një pjesë ta ndash pastaj me nevojtarët. Por është rekomandueshme që të tërin nëse dëshiron mund ta ndash për nevojtarët. Nuk është patjetër të ndahet në disa pjesë, mund ta ndash të tërin për nevojtarët dhe pastaj e ke ai familjar. Pra 7 pjesa ishte mit më shumë të ndryshe. Nuk ka ndaj bazë, që ka bazë është që një pjesë ta ndash për vete, një pjesë për të afërmit dhe një pjesë për nevojtarët. Por nuk është as strikt, po që se nuk i përmbahesh këtij rregulli, pra mund të japësh një nevojtarit të tërë mishin për hir të Zotit dhe kjo e merr shpërblimin pastaj kryefamiljari, shpërblimin e lëmoshës që po i ndihmon pastaj edhe një nevojtari me mish që mund të shërbejë gjithë familja. E kisha këtë pyetje në mendje dhe ma kujtoi dhe Besiana, këngëtarja që kishim pak më parë në lidhje në Viber. E tha tani do të shkoj tek varri i babaj. Domethënë në Kurban Bayram kujtohen edhe njerëzit që na mungojnë, është një ditë që edhe për mallimi apo gabojmë këtu që shkojmë edhe tek banesat e fundit të njerëzve tanë të dashur që na mungojnë për Kurban Bayram? A duhet? Vdekjen si fenomen duhemi me kujtue shpesh gjatë jetës, jo vetëm vdekjen e të afërmeve të dashurve tonë që kanë ndruar jetë, por duhet ta kujtojmë si fenomen që mund të na ndodhë dhe neve personalisht në secilin moment. Sepse është fenomen dhe diçka që do të ndodhë secilës krijesë, gjithë kemi ardhur prej Zotit dhe gjithë do të kthehemi tek Zoti. Por në mënyrë të veçantë, në ditët festive është mirë të ruhet ana emocionale, ana festive, prandaj nuk është e rekomandueshme që në ditë festive jo të kujtohen, mund të bëjmë lutje për ta, mund të japim lëmosh për hir të Zotit, për shpirtin e tyre, por jo t'i vizitojmë të varresat, jo pastaj se e humb sensin e festës. Për shkak se bëhen me ndjenja të përzira dhe as nuk ke emocion për të festuar mjaftueshëm, as për shkak se përzihen ndjenja duke kujtuar më të dashurit të cilët mungojnë në sofrën dhe në drekën e Bajramit e kështu me radhë. Natyrisht është e pashmangshme kujtimi për ta dhe është shumë mirë që ata kanë qenë aq të vlefshëm saqë ju mungojnë prezenca e atyre familjarëve. Por duhet të ruhemi që mos të përzihen ndjenjat, prandaj në ditë festive gëzohemi brenda limiteve që Zoti ka përcaktuar, dhe pastaj kemi 364 ditë vitit. Kemi edhe 1 minutë në dispozicion. Ku era po unë jam nga Shqipëria, për të njohur kështu. Ku era po herë të parë në Kosovë dhe kur blija në një tesh të re më thonin ama je veshur për ke marrë teshat e Bajramit. Tani me kalimin e kohës e kuptova çfarë do të thotë. Është e rëndësishme të dukesh pastër mirë për Bajram? Po, patjetër. Besimtarit i ka hije që çdo herë të ketë veshje të bukur, nga se Zoti është i bukur edhe dën të bukurat. Prandaj të veshësh bukur, ta mirëmbash veten, të jesh i parfymosur,
ti kesh rrobat e lara me aromë të bukur, kjo është diçka Çfarë e ngjyrë kërkuar. preferohet? A ka ndonjë për shembull bardhësia e bardha apo nuk? Tek meshkujt Flasim. natyrisht ngjyra që i ngjasojnë shijes të meshkujve. Ndërsa tek femrat nuk është e rekomanduar ngjyra që bijnë shumë në sy, por ajo çfarë duhet natyrisht në ditë festive, në mënyrë të veçantë, të kemi rrobat më të bukura, më të mira dhe kjo është një traditë që është nga To mos harrojmë edhe ata që punojnë në këto momente që ndoshta janë bërë krejt, por janë besimtarë. Një mesazh të fundit fare për gjithë ata që na ndjekin në këtë ditë të madhe. Le të jenë edhe ditë të tjera të vitit të cilat e dëshmojmë bindjen tonë ndaj Zotit, të mundohemi të afrohemi me Zotin e madhëruar jo vetëm me fjalë, siç tha më herët, por me bindje të sinqertë, me sakrificë, ta dëshmojmë dashninë për Zotin me seriozitet, me sinqeritet, që të jemi të vazhdueshëm në vepra të mira, në sjellje të mirë dhe duke qenë dobishëm për të tjerët, nga se Zoti i dën të tillët. Edhe njëherë urime për gjithë shikuesit e emisionit juaj festën e Kurban Bayramit. Zoti ju dhash paqe gjithë shikuesve, familjeve të tyre, shëndet, çdo të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Në një program tjetër do të kemi më shumë minutazh, pavarësisht është Bajram apo jo, okay? Do më premtosh.